Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me domate që ju heq 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. Domatet janë tepër të mira për shëndetin e njeriut dhe mirësia e tyre ja atribuohet përmbajtjes të lartë të antioksidantëve. Vetë pigmenti karotenoidi i cili gjendet tek domatja është sipas shkencëtarëve tepër i rëndësishëm për shëndetin e kockave. Domatja është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C dhe njëkohësisht i shëndetit të kockave fal vitaminës K. Ajo është bujare në përmbajtjen e potasit, magnezit, fibrave, vitaminës A, B6, folatit dhe njëkohësisht vitaminës E dhe fosforit, kromit, proteinave, zinkut dhe hekurit. Domatja të bën mirë për zemrën, ul kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Studime të shumta kanë treguar që domatja është e shkëlqyer edhe në mbrojtjen e zemrës edhe për faktin që rregullon yndyrat në qarkullimin e gjakut. Për te këtyre vlerave domatja konsiderohet si mikesha më e mirë e lëkurës fal një përbërësi sekret me vlera të jashtëzakonshme. Likopeni është një antioksidant i shkëlqyer për shëndetin e lëkurës. Bëhet fjalë për likopenin, një ushqyes i cili gjendet jo vetëm tek domatja, por edhe shalqini dhe fruta apo perimet të tjera të cilat janë me ngjyrë të kuqe. Megjithatë, domatja ka sasitë më të larta të kësaj substance, e cila bëhet e fortë në varësi të pjekjes së domates. Likopeni luan rolin e antioksidantit dhe pastron trupin tuaj nga radikalet e lira, por njëkohësisht edhe i jep lëkurës mundësinë që të përshtatet më mirë me sulmet mjedisore. Në vija të holla, trupi stresohet nga radikalet e lira ndërsa antioksidantët i eliminojnë ato. Antioksidantët si për shembull likopeni janë të jashtëzakonshëm për paraqitjen dhe shëndetin e lëkurës. Ato ngadalsojnë plakjen e lëkurës, sheshojnë shenjat fillestare të saj, e bëjnë lëkurën të ngjajë më rinore dhe më të shtrënguar dhe pakson rrudhat e lehta. Likopeni dhe antioksidantët e tjerë gjithashtu nxisin prodhimin e kolagjenit dhe ju mbrojnë nga dëmet e shkaktuara në lëkurë prej rrezeve ultravioc. Thon shkoqur, nëse dëshironi të ndiheni më mirë dhe njëkohësisht të dukeni më të rinj në fytyrë, hani sa më shumë domate në sallata, në supa ose të freskëta. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë, kryesisht tek zona e syve, gojës, qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe njëkohësisht të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video, ne do të flasim pikërisht për recetat më të mira natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar rrudhat. Vaj i arrës së kokosit. Sipas ekspertëve, me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Pas masazhit ju duhet të shikoni se lëkurës tuaj do t'i jepni një shkëlqim natyral dhe do të zbehni rrudhat. Vitamina E. Sipas ekspertëve, kapsulat e vitaminës C ju mund t'i blini në farmaci dhe t'i përdorni ato çdo mbrëmje. Sipas ekspertëve, vitamina në një formë vajore duhet aplikuar pikërisht tek zona e rrudhave dhe kështu ju do të shikoni se rezultati që do të keni është me të vërtetë i mahnitshëm. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje dhe vitamina E zbeh rrudhat dhe hidraton lëkurën dhe njëkohësisht e ushqen atë me antioksidant.
Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe njëkohësisht një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni këtë maskë në lëkurë dhe në qafë dhe mbajeni për të paktën 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini atë me ujë të vakët. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it dhe po ashtu mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim akoma edhe më rinor. Ndërkohë, nga ana tjetër, këtë maskë ju duhet që ta përsërisni të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendosni atë në lëkurë. Prisni sa ajo të thahet dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat të cilat janë të mbushura me yndyrë duhen bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurat dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado gjithashtu mund t'ju vi në ndihmë për lëkurën tuaj dhe për rrudhat, duke i dhënë lëkurës shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Tullin e avokados shtypeni në mikser dore dhe maskën mbajini për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbutë rrudhat dhe njëkohësisht i jep lëkurës tuaj shëndet dhe gjallëri. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se edhe aloe vera mbetet një nga mjetet më efektive për sa i përket trajtimit të rrudhave. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini në fytyrë për të paktën gjysmë ore dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitaminë C dhe njëkohësisht nxit formimin e kolagjenit, si edhe zbeh rrudhat. Kosti nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë lëkurën tuaj nëse e përdorni kostin si një maskë. Ka një arsye pse kosti i jep lëkurës së fytyrës një gjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës: zinku, vitamina B, acidi laktik. Sipas ekspertëve, mjafton që në një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe t'i përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si edhe qafën. Ne gjithashtu ju këshillojmë që ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur një qarkullim më të mirë të gjakut. Kosti do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar një maskë të mirëfillt, dhe lëreni për rreth 15 minuta. Pasi kështu ju do të keni të gjithë rezultatin e dëshiruar mbi fytyrën tuaj. Kështu do të largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në porët e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban bakteri të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.